Flamurtari Partizani në basketbol për femra një përballje shumë e rëndësishme në luftën për titullin kampion. Ndeshje e cila luhet këtë të premte në orën 19 në Vlorë, ndërsa padyshim kërkohet mbështetja maksimale e Sport Darsëve për të përkrahur ekipin Vlonjat drejt fitores. Shefja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Asana i ka theksuar rëndësinë e këtij takimi, ndoshta më i rëndësishmi deri më tani, dhe përballë rivalit kryesor për titullin kampion. Ndaj dhe ka kërkuar edhe një herë mbështetje për pjesëmarrje në orën 19 në Pallatin e Sportit të Vlorë. Luajmë sot kundër Partizanit, një nga rivalët tanë kryesor, së bashku me Tiranën janë dy ekipe që ndoshta e bëjnë këtë kampionat shumë të bukur. Ekipi Partizanit ka është një ekip shumë i mirë, ka prurje të reja këto 2 javë, u bëj një thirrje të gjithë sportdarsëve vlonjat të vinë ta mbështesin ekipin e Flamurtarit, i cili starton sot në një gjendje shumë të mirë fizike. Ka 2 javë kampionati shqiptar u pezullua për hir të ekipit kombëtar të rriturve meshkuj. Kemi 2 javë që punojmë për këtë ndeshje, janë në gjendjen më të mirë të tyre. Dëshira jonë, puna që kemi bërë këto kohë është patjetër të dalin fitimtar, por nuk mund ta bëjmë vetëm këtë. Na duhet patjetër mbështetja e tifozave vlonjat. Flamurtari Partizani këtë të premte në orën 19 në Pallatin e Sportit, një ndeshje shumë e rëndësishme, 2 skuadrat për titull kampion, aty ku padyshim do të kërkohet maksimumi nga ekipi dhe padyshim mbështetje maksimale e sportdarsësve vlonjat.